إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na ka bërë pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na nderoi dhe na bani ummeti zgjedhur, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Një ndër nderët më të mëdha që Allahu Azza wa Jall na nderoi, na bëri pasues të pejgamberit më të ndershëm, më të famshëm tek Allahu Azza wa Jall. Para dietarët i bani që të flasin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të sqarojnë se pejgamberi Allahut gëzon të autoritet dhe nder tek Allahu Azza wa Jall aq shumë që Allahu Azza wa Jall nuk e informoi ndonjë pejgamber për ndodhi që kanë me ndodhur dhe në ditën e gjykimit më shumë se që e informoi pejgamberin Allahut. Transmeton Hudhaifa ibn Yaman, i cili thotë: qëndroi pejgamberi Allahut para nesh dhe na sqaroi dhe foli pejgamberi Allahut. Tematika që foli pejgamberi Allahut ishte çfarë ka me ndodhur dhe në ditën e gjykimit. Dhe thot Hudhaifa ibn Yaman që në atë moment dhe në atë çast nuk la diçka që ka për të ndodhur dhe në ditën e gjykimit, dhe vetëm pejgamberi Allahut na informoi. Tha memorizoj, e majtin mend ai që e majti dhe harroi ai që e harroi. Tha derisa disa ngjarje që na informojnë në këtë çast e pejgamberi Allahut shpeshherë i harroshmi. Mirë po kur u shfaqin dhe kur ndodhshin na u atëronte se pejgamberi Allahut na ka informuar. Transmeton dhe Amr ibn Akhtab, i cili thotë se një ditë prej ditëve pejgamberi Allahut e fali namazin e sabahut dhe pastaj u ngjit në mimber. Majti fjalim pejgamberi Allahut, fjalimi pejgamberit Allahut, zgjati prej mëngjesit deri në dërek, e pastaj tha zberiti nga mimberi pejgamberi Allahut, e fali drekën dhe pasi që e fali drekën sërish pejgamberi Allahut rikthehet në mimber dhe flet pejgamberi Allahut deri namazin e ikindis, e pastaj tha zberiti nga mimberi, fali pejgamberi Allahut namazin e ikindis, dhe pastaj sërish ngjit pejgamberi Allahut në mimber dhe foli derisa perëndoi dielli. Nuk lasen që ka ndodhur në të kaluarën, vetëm na informoi, dhe nuk lasen që ka përmendur në ditën e gjykimit, vetëm na paralajmëroi. Tha më i dituri nga ne është ai i cili e ka pas memorizin më të shkathët, maj që ka majtë men din më shumë në atë hitbe të gjatë për që pejgamberi Allahut e mbaj. Para me ndonë e vlezër se qëfar ka ditë pejgamberi Allahut që djetarët i ka bon që Allahu Azza wa Jall nuk ka pejgamber që ka dërgu në rozullin të kësor dhe ka nderu me një mrekulli, vetëm pejgamberin Allahut gjithashtu e kanë nderu me të njëjtën mrekulli apo mrekulli më të famshëm se të atij pejgamberi. Pa transmeton Abdullah Mesudi, i cili thot në akhir zaman, por muslimanët preokupohen dhe janë në çlirimin e Konstantinopolis pas Stambollit, që nën kupton se Stambolli do të bjerë nën kom, do të okupohet sërish Stambolli në akhirit zaman,
Dhe kur muslimanët vinë nga Shami për të çliru Stambollin dhe qëndrojnë nën hijet e ullinjve, thot pejgamberi Allahut përderisa i varin shpatat në pemë të ullinjve, e ndëgjojnë një zonë dhe kia është zoni shejtanit, i në tosër që tenton t'i manipulon muslimanët, bërtet dhe thot ju keni arë në Stamboll për të çliru, ndërsa Dejjali është faq në Sham dhe është duke manipulu me gratë e juaja, është duke i sprovu familjet e juaja. Tha pejgamberi Allahu dhe muslimanët dërgojnë 10 kalorësa për ta verifiku këtë lajm që ndëgjuan. Tha pejgamberi Allahut, vallahi tha i di emrat e kalorësave dhe i di emrat e baballarëve të kalorësave dhe e di ngjyrën e kuajve të tyre. Ato janë kalorësat apo një ndër kalorësat më të mirë të rozën toksor të atij zamani. E pejgamberi Allahut po i din kalorësat që kanë me shku në Sham me verifiku se është lajmi i vërtet. Pra vëllezër të ndershëm, është e mundur që pejgamberi Allahut mos ta njofton për ndodhit që jeni na pranë tyre. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahut na paralajmëroi me shumë hadithe të tij se Islami fillimisht ka mu dobësuan, që transmetohet me hadith që thot pejgamberi Allahut, letun qadan ura l-islami urwatan ba'da urwa. Ka mu zgjidh njët e Islamit dhe Islami ka mu zbedh dhe ka mu dobësu një pas një. Sërë që musliman janë të kapër me një një, zgjidhët ajo një dhe kapën për atë një të cilën vijon, e ndëgjoni pa që ka thot pejgamberi Allahut, e para një që zgjidhët e pala halë që zgjidhët është gjikimi me Islam. Dhe unë fola në dersin e kaluar fillimi dhe mbarimi shekullit të shejtanit, që nuk ka ndodhen as njëherë në sipërfaqen e tokës pej ardhjes pejgamberit Allahut, ajo mizori dhe tirani që ka ndodhë në shekullin e kaluar. Ka mbizotëru shejtani pushtetin e tij, e ka fitu vëllezër të ndershëm në vitin 1924 me ranjen e khilafetit të Osmanëve, edhe pse ka qenë në atë kohë vëllezër të ndershëm thash se është rënum fillimisht brenda, pastaj gjithashtu dhe jashtë, dhe kjo ka qenë periudha që ka paralajmëruar pejgamberi Allahut për fazët e pushtetit që do t'i mbizotëron toka pas ardhjes pejgamberit Allahut, dhe na tregon Hudhaifa se Islami do t'i ketë dy lindje. Lindja e parë me ardhjen e pejgamberit Allahut dhe pas këmbësive të tij, që thot pejgamberi Allahu do të mbizotëron dhe do të ekziston pejgamberullaku, sa don Allahu azza wa jall, pastaj do të ngrit me vdekjen e pejgamberit Allahut përfundoi. Pra pejgamberullaku s'ka më shpallje, s'ka wahy, s'ka më din që shpallet pej anës Allahut azza wa jall me vdekjen e pejgamberit Allahut. Pastaj pejgamberi Allahut vetëm këtë fazë e quajti khilafet, ndërsa khilafetet qera që kanë ardhur pas kësaj faze ne vëllezër të ndershëm vetëm se i konsiderojmë khilafet, edhe pse nuk kanë qenë të përpik në khilafetin e tyre, nga se nuk kanë qenë metodologjin e pejgamberit Allahut. Dhe lloj khilafete do të jenë sipërfaqen e tokës që gjikojnë, qeverisin metodologjin e pejgamberit Allahut, pa e përfillin Islamin, prej në atën zhë që e përfillin Islamin, si që ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Kjo ka qenë pas vdekjes pejgamberit Allahut, tha pejgamberi Allahut me një hadith se khilafeti në metodologjin e pejgamberit Allahut do të mbizotërohet 30 vit. Dhe kjo ka qenë kohën e Abu Bekrit, kohën e Omer ibn Khattabit, Uthmanit, Aliut, dhe 6 muaj e ka përfundu djali i Ali ibn Abi Talib, Hasani. Pra këto janë 5 khalifët
të cilët kanë bizotëru dhe kanë qeverisën me metodologjinë e pejgamberit Allahut. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të pasojnë të halifët e drejt pas meje, sa don Allahu, pastaj do të ngritet dhe do të vjene pushteti i kapur, që do të vinë sultanat pas sultanave, dhe këto do të mbizotërojnë dhe tregova një të bane kaluar sa do të zgjati dhe pse zgjatën, e pastaj tha pejgamberi Allahut edhe këto mbarojnë dhe do të vjene në periudha e përgjakt, periudha më e vështirë për muslimanët që do të jetojnë në rruzillin toksor. Thot pejgamberi Allahut, do të sundojen, pastaj do të vinë mulken gjebara, që do të thot do të jetë pastaj udhëheqja nën kriminalët, nën diktatorët, imponuesit të cilët me hekur dhe zjarr ngudhëheqin popullin e tyre. Dhe kjo ka qenë në shekullin e kaluar, vëllezër të ndershëm, nga viti 1924, me eliminimin krejtësisht të pushtetit islam, treguam se si arritën ato të realizojnë këtë, dhe ato vendosën, vëllezër të ndershëm, disa kritere që mos ketë mundësi që islami të rimë këmbët, dhe kjo periudha më e vështirë ka qenë në shekullin e kaluar. Mirë po pejgamberi Allahu tha do të ekzistoje ky pushtet sa don Allahu, jo sa dojnë ata, nga se ato dojnë të jenë të përjetshëm. Mirë po Allahu azza wa jall tregon se dhe ato do të përfundojmë dhe ne jemi në fazën e përfundimit të tyre. Edhe pse vëllezër të ndershëm që më i qartë se kjo ka fillu nga vitet 70 apo 60 që të mbytë shembën apo të përmbisen ky pushtet me rizgjimin e islamit. Mirë po ka filluan dhe si ka fillu dhe si do të triumfon. Pejgamberi Allahut na përshkruan në hadith dhe thot, hallkat që zgjidhen e para hall që do zgjidhet të gjikimi me islam, dhe njerëzit do të kapen me një hallk tjetër. Tha e fundit pe islami që muslimanve ngel është namazi. E fundit pe islamit ngel namazi. Ta kuptojnë musliman se pa namaz më nuk ngel musliman. Pejgamberi Allahu thot e para hallk e cila zgjidhet, e para nije e cila zgjidhet, vëllezër të ndershëm, gjikimi me islam. Kjo ka përfunduar në fillim të shekullit të kaluar. E fundit është namazi, arritëm ne deri në të madh, vëllezër të ndershëm, si treguam se Stalini dhe Lenini me ardhjen e komunizmit, monizmit dhe shtypjes së tyre kanë ekzekutuar me miliona dietar dhe kanë shembën shumë xhamia, në veçanti në Azinë Qendrore dhe në Ballkan. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, sot Beogradin e kena vetëm thuajse me 1 apo 3 xhamia, kurse Beogradi vëllezër të ndershëm ka pas mbi 300 xhamia dhe nuk ka shënmërtuar Belgrad vetëm për shkak minareve të bardha, që nën kupton se ka pas shumë xhamia në këtë vend. Mirë po, me dhunë dhe me shtypje ato njerëz të la flasin për lirin sot dhe demokracin, janë ato të cilët i kanë shembën xhamit dhe i kanë izoluan dhe i kanë privu musliman që të praktikojnë fenë e tyre. Dhe ne kemi pas shqinjtë tonë edhe më të rrep, që Enver Hoxha është ai i cili në 67-ën e shpalli shtetin ateist, pari në botë që nuk beson Zot dhe i shemi kishat dhe xhamit. Mirë po megjithatë, unë që po thamë se triumfimi islamit është në parak të saj. Dhe vëllezër të ndershëm, kjo i ka di faza. Fazën e parë mendoj se ka fillu nga vitet e 60-ta, që nën kupton se është thjen një krah prej krave, apo është kris një krah prej krave të shejtanit, ideologjia e ateizmit, ideologjat e mbetorineve janë ngrisën dhe janë thjen, dhe ka filluan vedësimi vëllezër të ndershëm dhe kuptimi islamit në sipas burimeve të Kuranit dhe Sunetit të pastër të pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut paralajmëroi me disa paralajmërime, një ndër ata se islami do të topsohet
Pastaj paralajmëroi pejgamberi Allahut se gjithashtu ditoria do të ngritet. Tha pejgamberi Allahut se ditoria nuk ngritet, që Allahu e shkoqit nga gjoksat e dietarëve, mirë po si ngritet ditoria këta nën vizon e vëllezër të ndershëm, edhe që ta kuptosh se kanë e imam kujt po i lidhësh prej kujt po merr fetva. Ka thonë pejgamberi Allahut se me vdekjen e dietarëve dhe ditoria, njerëzit prisa të tire i zgjedhin apo vetë zgjedhen ato. Dhe populli pajtohen që ti kenë lidera fetar, njerëzit e paditur që e kanë humbën rrugën e Allahut, e kanë humbë rrugën e xhennetit, dhe këto janë shkaktar që ja humbin njerëzve gjithashtu rrugën e xhennetit. Para mendon e vëllezër, ende ato mendojnë, ende manipulojnë, përderisa kanë njerëz që cilët i ndëgjojnë, përderisa ka njerëz që i respektojnë. Se babën i cili se ka shkel ndoshta pragun e derës xhamis me thonë 73.000 herë la ilaha illallah me një jetë për ta do ta çojmë parajs në xhenet. Atëherë na nuk pedim se po vim gjëmo dhe pse po vim xhami. Masi baba jot që s'ka shkel pragin e xhamis, hoxha Feni peçon xhenet. Vëllezër të ndershëm, kjo dervishëllëk i Iranit, të cilët nuk është për qëllim prej hoxhallarëve vetëm se grabitja e pasurisë pa hak, pa të drejtë të popullit të tyre, dhe virja në gjumë dhe ndalalet me ilon këtë ummet, nga se nuk i intereson atyre vetëm xhepi i tyre, nuk i intereson atyre vetëm komoditetit tyre. Ata nuk mendojnë me vdek, nuk mendojnë se kanë me llon llogari. Para të ndëgjojnë këtë hadith të bukur të Hudhayf ibn Yaman, i cili thot e pyeta pejgamberin Allahut, ishte për atinëve të cilët kurështar të dinë për pasojat dhe sherrat që na presin në të ardhmen, të gjithë piçi për mirë, unë e pyet të pejgamberin Allahut për keq, se u frikë se po bi dhe po jem viktim e sherrit. Thash ja Rasulullah, kemi qenë në dalalet dhe Allahu na begatoi me islam dhe mirësi. Pas ka isaj mirësia ka do të ketë të keqe, tha pejgamberi Allahut po. Tha pas asaj të keqe, tha do të ketë të mirë, tha po pejgamberi Allahut. Mirësia ekziston, mirë po do të ketë turbullira. Do të ketë mjegullim, do të manipulohet me kokën e muslimanëve. Ti thu, ka thonë pejgamberi Allahut, ndërsa i thot ka qenë baba gjindrishe. Ti thu, ka thonë i dërguari Allahut, ndërsa thot na e kena pas traditë dhe zakon ndryshe. Pra vëllezër të ndershëm, për ta gjetë të vërtetën në kohën e mjegullirave, don që njeriu të jetë informuar, të din librin e Allahut, sunetin e pejgamberit Allahut, të mëson dhe të lexon për dinin e Allahut azza wa jall. Për këtë arsye tha pejgamberi Allahut, do të ketë mjegullira, njeriu për të gjetë të mirën nuk e ka dhe aq let. Pastaj tha, ja Rasulullah, pas këtyre mjegullirave, a do të ketë ta sherr? Tha po pejgamberi Allahut, cila sherri? Tha njerëz të cilët qëndrojnë prisa dhe udhëheqësa dhe imama që qëndrojnë portat e xhenemit, kush kalon pranë tyre ato i hedhin xhenem dhe se kanë ndër. Tha Rasulullah, na i përshkruaj ato që s'duken. Na i përshkruaj ato që s'duken. Ndëgjoni me vëmendje se kjo është shumë e rëndësishme, të cilën do ta ndëgjojsh tash. Thot pejgamberi Allahut, ato janë që flasin gjuhën tuaj. Ato janë që duken si ju. Ato janë pej racës suaj. Ato janë njerëz si kur ju. Mirë po thot pejgamberi Allahut, të rupat pra dukjet e tyre i kanë njerëzve. Mirë po tha i kanë zemrat e shejtanëve. Pra vëllezër të ndershëm, tash dhe ne të kaluar e kemi pas ne një raisul ulema që i kemi thonë si nuk i gjetën njeri më të keq se ai që cilën nuk mund është ti me gjetë një zemër të shejtanit cukur të ati. Për çket arsye unë e thojsh në kaluarën, kur ishte diskutimi për largimin e tij, i thojsh të shokëve se let largohet ai, se kush dëvene nuk mund me arsi ai se së ngjenjë si kur ai. E sot ai e vërtetoi që e nxjerri gjithashtu librin tregon pa që çka ka bon jetën e vet, nga se tha po kam frikë me lon unë pas vdekjes time se ato që e shkruajnë e manipulojnë historinë. Pra unë do që të shkeroj unë biografin time të zezë, që të jetë njollë për këtë ummet vëllezër të ndershëm.
Për këtë arsye thot pejgamberi Allahu tham pamje një njerëz mirë po i kanë zemrat e shejtanëve dhe i thash disave që i rrishin për rreth në atë kohë se ju më jo frik Allahut sa ju frikni këtit parit tuaj që e keni shpall bab sikur turqit që sot e kësaj dite ata turkit i thojnë atë bab ati që e ka prishën armarin dhe islamin dhe e ka njollos. I ka njollos historinë e tëre vleat të ndërshëm sot e kësaj dite i rinë nga dito ata turki dhe e majnë fotografinë e tim bi kokat e tyre. Pra vleat të ndërshëm kjo umet s'ka mundësi të nga dhënjeje, s'ka mundësi të mërekambe derisa nuk janojnë pikat harfeve në vendin e vetë para tonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vleat të ndërshëm njerëzit të cilët i pasojnë janë ata të cilët të gjëndrojnë portat e xhenemit. Këti të njerit i duken se peqon hoxha në xhenet, mu paskon mirë, a i kishte shku i pari, mu paskon që livja mirë ishte bo për babën e vetë, mu paskon me vludi mirë, a i kishte bon shpjen e vetë, mu paskon bidatet e mirë, a i kishte kon i pari, mu paskon vleat të ndërshëm. A i shef ato në namazin e sabaut, nuk i shef namazin e sabaut se e kanë gjumin e ranë. Jo që s'dojnë me dalë, për e kanë të ranë. I del atinve gjumi vetëm mbajram. Pra të të pejgamberi Allahut me një hadith që të sbetohet dhe thot kush kalon pranë tyre, nuk kanë mëshirë që i hedhi njerë xhenem. Ti pagun fakturën, ndërsa ne qojmë xhenem. Jemi bo si ko priftin të cilët ullet e në rëfim, karikën e rëfimit kam bo dhe kam bo, mirë po të e kanë për gjdo vetë, na njëherë në mot njëherë njëtë, vdes babaqi, edhe ule hoxën me pru me i knu ati qelime, e inshallah Rahmet Lia ka qenë shumë i mirë, pa ata njonim të regoj, tha erdhën disa gjallon me pop, të njoni që s'ka qenë i qamis, mirë po gjallin përëndim pareli, edhe ato si zakonisht e qoj njonin si qjape pare, pas ta i randitën të qertë, tha dhe fillun ekip pas ekipe me ardhë, edhe me lavdru babën e ati me bo Xhenet Li, derisa e banën nga shkallat më të larta, e ki qitë pare, kaj për babën e vetë, qitë pare, kaj për babën e vetë, e dikur njoni tha ju afru, tha penal dorën se na zonë neve pranë vera. Kjo ishte dimnit, a në penal dorën se po në ze pranë vera, bleot të ndërshëm, ka thonë ka gënë me një disa transmitime në akhiri zaman, do të zgjidhen shejtan që Sulejmani ka lidh në deti, a ke haber për këto shejtan që i ka lidh shejtanët në deti dhe do të zgjidhen, do të dalin dhe njerëzve do të jamsojnë fe në për xhamia. Ka thonë djetarë si jamsojnë shejtanët fe njerëzve në xhamia, tha im trupin e oqallarve dhe të shemojnë fe. Pa ta thot feja shqiptarit a shqiptaria. Vleat të ndërshëm njoni për atinve, qetri për atinve thot e kena obligim vetëm 3 namaze, pasaj qetri dhe thot, pra vleat të ndërshëm kemi imama të devijuara që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e kam frikën spova të dëgjallit, sa ja kam frikën imamave të humbur. Imami humbur të jemer jetën tonë, jetën e babas tanë që shë ka morë dhe tonë dhe gjallit tanë. A mo ti e kje vetën qafë se Allahu nuk banë zollon për atë vleat të ndërshëm, ka paralemru pejgamberi Allahu se ngritët ditoria që transmeton Ziyad ibn Lebidi i cili thot, tha pejgamberi Allahu kur foli për diçka, tha ajo ako që ngritët ditoria. Tha ja Rasulallah, Allahu të më shiroft. Si ka mundësi ngritët ditoria, na pe lexojmë Kur'anin, po ja lexojmë fëmijëve tonë, po ja mësojmë Kur'anin dhe fëmijët e tonë inshallah kanë me mësu Kur'anin, gjeneratave, brezave qera, fëmijëve të tyre. Si ka mundësi ditoria të tha pejgamberi Allahu se kolet ke ke ja Ziyad, nana të o Ziyad. Kjo janë shprehje që e përdoshin arab. Unë kam menduar se je ma i ditori, je ma i mequri i banorëve të Medinas. Tha nuk janë këto që i futët dhe krishterët që i lexuan librat e tyre, çka ju selli dobi.
leximi i librave të tyre përderisa nuk e praktikuan dhe nuk punuan me to. Shana sjell deve dobi vëllezër të ndërsëm leximi Kur'ani Kerimin përderisa nuk meditojmë dhe nuk veprojmë me to. Tha pejgamberi Allahu na paralajmëroi se na ku kena me ra nivelin që kemi ngjekën popull qerë, frizurën që që ka Messi unë kanë me bo, Ronaldo që që ka flok edhe unë e kam i mjell, vëllezër të ndërsëm si që kanë ato dhe na do të veprojmë sikur ato. Thot pejgamberi Allahu do t'i ngjekni ato hapas hapi, plom pas plom, derisa nëse përpiqet njëri prej atyre me im birën e ardhucit do ta bëni. A na ndodhi neve? A na ndodhi pash Zotin e Qabës i cili sot kishmi në paradat krenaris, po Allahu na i qoj mëshirë për këtu me të rëmbin se për ndryshe na kem të dal kejnë paradën e nderi që mos me pas më vajza me burë më martu, po a ka me ndu mora ka logjiku që i baba gjithë do njerë se do ndodhe këtu me që burri me burrin jo vetëm kaq, po do të votohet për ta, do të mbrohet me ligj ki ligj, do të me motivohen ato, do të financohen ato, do të nderohen ato, pra ka ma nivel të ullë se sa meron njeri o, kja është modeli qerve vle ato ndërshëm. Pra të pejgamberi Allah të kini mbi parcel, e pastaj kur një parcel një ju ato qertë ju e qka ju ndodh. Tha pejgamberi Allah Thaubani që transmeton dhe thot, atëre popull qertë kanë me ju vërsul juve, si kur vërsulen të unë bjatën të cilën si cëllit të ndonë me morë sa ma shumë. Bjatë vërsulen të gjithë armiqë të Allah, tha një Rasulullah, ato ditë na jena pak. Tha jo, ato ditë ju jeni kallaballëk bollini, me numër, mashallah, 2 miliard. Me gjithata jeni si bardhoki apo shkuma e detin, sinin e njerëzve 2 miliard. Mirë po në gazë neve, kur erë punë e gazës, e po sa mimberët e pejgamberit Allahut, jo mi ndimu atyrës, diskutohet, sa mimberët pejgamberit Allahut u flit për vlezit të cilët i banën mizori dhe padrejtësi, na u pajtum dhe o të ndërshëm kushtimisht me to, heshtëm për çkak politikave ditore, për atë dhe o të ndërshëm Allahu Azza wa Jall ingritja ato shehida që ta ujit këtë qokë të bekume, me gjithata Allahu Azza wa Jall na jini një imtihan, neve na filtrojnë se nuk i jena ummet që meritojmë të kavnjimi dhe ndihmën Allahu Azza wa Jall. Për atë dhe o të ndërshëm na e lexojmë një sure që kejtë e këdim përmenç, edhe thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, idha jaa nasrullahi wal fath, ku të vendim Allahu dhe çlirimi. A din që ka do me thonë di me Allahu, do të thotë vëllezër të ndërshëm fillimisht dhe ven rimakamja islamit do të vene në aspektin shkencor. Kanë di me Allahu, që Allahu ka me qua gjallar që kanë me luftu bidatin dhe risin. Ato adete që i kini prunë gjami, ato i leni për çkak se s'janë tonë. Kemi nebe me pastruan qdo zënë që sa jonas, ngven nga njimi islamit. Nëse nuk pastrohen sapët me dervishlëk, vëllezër të ndërshëm nuk arrihet fitore. Vëllezër me vlona nuk shkohen në xhennet. Me tyrbe nuk shkohen në xhennet, me tyrbe viç në xhenem mund është me shko. Let prodhojnë armë sa të dojnë, let forcohen sa të dojnë. Përderisa sapët e islamit nuk i bashkojnë dhe nuk i pastrojnë, nuk ka mundësi që Allahu Azza wa Jall fitoren dhe ndihmën e tij ta zbrit. Allahu e ka zbrit ndihmën vëllezër të ndërshëm, ku ka thonë pejgamberi Allahu se në çdo 100 vite Allahu e dërgon një njeri apo më shumë se njeri, që ka thonë Imam Newaviu që njerëzve ja ripërtrin fen. Në çdo zaman dhe çdo vend Allahu çon ulema dhe dietar që njerëzve ja përtrin fen, njëri prej atyre që ne jena krenar i ke ummet. Neve s'da kishte njoftë bota s'ku gjinë minhartë, në veçanti shqiptartë, mos me paskonën disa dietarë të cilët ja kanë ripërtri fen njerëzve. Ai ka qenë Nasur Sheikh Nasiruddin Albani, në veçanti dhe Sheikh Abdul Qadir Arnauti dhe Shuaib Arnauti. Këto ka qenë dietarë që njerëzve ja kanë pastruan fen e tyre. I ka gjithë mangësi që ka in fe, çdo përllok dhe çdo pluan që ka in fe, e kanë menjanuar
servuan vëllezër të ndershëm neve, na I kanë servuan Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit Allah, të pastën me kuptimin e selefëve të parë, nga se nuk ka mundësi që të ndodhen apo të fiton Islami vetëm duke e pastëruar literaturën islame nga çdo betorin që arhidh ta. Para vëllezër të ndershëm, a e din si fillon? Pastaj ka tregu pejgamberi Allah se Islami ka me triumfu. A keni dëshirë me ditë sa Islami ka mu forcu dhe ka me triumfu? E para Nasrullah, ndihma Allahut ka ardhur. Kur ka ardhur me ardhen e dietarëve që na kanë kuptuar sunet. Dietarët që na kanë sqaruar sunetin janë ato nga ndihma Allahut Azza wa Jall që e ka thënë çdo cep të botës. Çdo cep dunjas, suneti pejgamberit Allah nga një. Rinia alhamdulillah sot ka mundësi me kuptuan atë që ka bon pejgamberi Allah, atë që na ka porosit pejgamberi Allah. E tash jemi në fazën e periudhës së ditë që thot Allahu Azza wa Jall wal fath, çlirimi. E kur ndodhin këto të dija, diçka ndodh, warajtë nëse e të kolune fi dinillahi afwaja, keni mi pa Gjermanët, Zviceranët, perëndimor duke i në islam grup e grup. Keni mi pa njerëz duke i në islam këtë vene ndihma Allah dhe çlirimi. Ne vëllezër të ndershëm, siç ka thonë pejgamberi Allah në luftën e Ndekit, prej sodit ka thonë ne I luftojmë, ne I sulmojmë, nuk kanë mundësi mo me na sulmu. Edhe unë po tham, prej këtij viti nuk ka mundësi musliman mo të sulmohen, po musliman kanë me sulmu. Edhe si ka me ndodh fitoria vëllezër të ndershëm, dhe si ka mo thi brini dit I shejtanit, I ushtrisë së shejtanit, pasi që është acaruan a thien brini inteligencët që na ka mësu deri gje shejtanin e kena pas komunistin në klas na ka mësu neve se njeriu e ka prej ardhen pej majmunit. Para ta na kemi tentu sa ma shumë ati stërgjishit ton me I përngau. Veç në babje kemi ndryshu se na jemi krenu se majmumin e kena na babgjish, majmumin e kena na atë babën plak, që ne pri ati kemi ardhë dhe ne kena pranu vëllezër të ndershëm kjo teori vdiq, kjo teori ra. Vëllezër të ndershëm, sot në islamin e mormi prej Kur'anit Sunetit, pra kjo është ajo që ka dështu shejtanin në projektin e tij, janë shem xhamiat, janë mit hoxhallarët, janë djegën bibliotekat, mirë po sot lexon islami edhe në Shqipërinë tonë të dashur, edhe pse tentuan të praktisin talon pa ezan pa Allah, megjithatë ato dështuan dhe do dështojnë edhe në të ardhmen të gjithë ata të cilët I përkrasin ato. Pra vëllezër të ndershëm, tash jemi në fazën e çlirimit, e ngadhnimit e aleancave, që ka thonë pejgamberi Allah se ju do të bani aleancë me perëndimor për ta luftuar armikun e përbashkët. Ka thonë disa dietarë, armiku I përbashkët për muslimanët janë ateistat, armiku I përbashkët vëllezër të ndershëm jashtë disa superfuqi që s'kan mundësi që edhe perëndimor t'i dalin me krije pa aleancë me musliman. Dhe unë ju ka paralajmëruar se këto ditë vite ka thonë pejgamberi Allah vëllezër të ndershëm, para 1400 viteve, 14 shekuj, pejgamberi Allah ndëgjon sikur me fol për sot. Edhe ajo pjesë, një pjesë ka ndodhur edhe sot. Këta ditë do të fillon pjesa tjetër. Ja Ibn Hawale ka thonë pejgamberi Allah, ja Rasulullah, nëse ka ushtri, nëse ka luftëra dhe ushtri të radhitura, tha prej cilëve më këshillon të jep, thot pejgamberi Allah, do të ketë ushtri e dharritur e muslimanëve në Sham, do të ketë ushtri e muslimanëve radhitur në Yemen, dhe do të ketë ushtri e muslimanëve në Irak. Në Sham ka qenë edhe është, në Yemen do të fillojë këta ditë edhe në Irak. Këto është ajo e cila presi që ka thonë pejgamberi Allah. Tha pejgamberi Allah të përmbaju Shami se është toka e bekuar, njerëz e zgjedhur dhe toka e zgjedhur. Tha nëse nuk dëshiron, tha atëre përmbaju ushtrisë së Yemenit. Pra vëllezër të ndershëm, ato të cilët kanë mendodhën, ka thonë pejgamberi Allah, pastaj tha ja Ibn Hawale, nëse shref që khilafeti shpallët në tokën e shenjtë në Quds,
Atëherë priti këtë ndodhi, priti tërmetët, priti fatkeqësit, priti çështjet e mëdha. Ka thonë disa njerëz, komente këtyre ose do të ketë tërmete reale që do të fundosen disa superfuqi zullimqar që kanë qenë deri tash. Do të ketë fatkeqësi, vëllezër të ndershëm, frikë, provë tek muslimanët, nga se safët janë duke nda, që ka thonë pejgamberi Allahut në tokat e Shamit. Toka e Shamit është sita që i sit njerëzit që e lënë një saf me iman pa munafiklëk, tjetri saf me munafiklëk pa iman. Vëllezër të ndershëm, sita që i sit njerëzit është toka e Shamit, vendi që fundoset dhe thet brirët e shejtanit, atë toka e Shamit. Vëllezër të ndershëm, gallënimi i Islamit vjen nga tokat e Shamit. Ka thonë pejgamberi Allahut, nëse prishën banorët e Shamit, s'ka hajër për juve. Nëse në rregull rregullohen ato, ka hajër për juve. Pra ato kanë filluar të rregullohet, elhamdulillah, që ke umet që nën kupton se ka filluar të ringjallët. Pse bash toka e Shamit, vëllezër të ndershëm, unë do ta përmendin pjesën e hutbës së dytë, se Allahu e ka zgjedhur bashkë këtë tokë. Edhe si do të përfundojmë këtë çështje, edhe pse tema është shumë e gjatë, inshallah unë 2-3 fjalë do t'i them në pjesën e hutbës së dytë, pse Allahu Azza wa Jall e ka bën Shamin vend i triumfimit të Islamit, vend të shpalljes së xhilafetit, vend që do të mboshte padrejtësinë, do të lulëzon drejtësia, vend që do t'i gëlltitë, do t'i vorrose të gjithë mizorit, zullumet të cilët janë bën në botë dhe do të mbushet dunjaja me drejtësi, siç a mush me zullum, siç ka thonë pejgamberi Allahut. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, Temimët Dariu thot se Islami, ka thonë pejgamberi Allahut, Islami do të arrit ku ka arritën nata dhe dita. Islami ka për të arrit ku arrit dita dhe nata. S'ka për të lënë Allahu Azza wa Jall shtëpi të ndërtuar me tulla pra qytet, e as çadër, e as fshat dhe as shketir pa depërtu Islamin. Kush janë bardhët e Islamit? Bardhët e Islamit janë di kategori e njerëz, ato që krenohen me Islam dhe ato që e luftojnë këtë Islam. Dhe ato që i luftojnë Islam, bojnë propagandë për Islamin, ato nuk e dinë këtë formë. Pra ato që e nisën luftën e Gazat nuk banën propagandë për Islamit, që e shpalosën dhe ndemaskun fytyrën e pa drejtë të tyre, që këtë bota u solidarizonte dhe jepte tatim për to, e sot dalin zyrtarisht dhe tojnë bollë. Se keni tepru se ju nuk dini ditë tjetër vetëm luftra dhe luftra pa projekt. Pra vëllezër të ndershëm, për këtë arsye kam thonë këtë hutbë, kjo është mashtrimi më i madh që ju ka bën popullit shifot, edhe ato janë duke menduar se kanë dikan kradhen për kararje, dhe në fund i ka metën vetëm një shtet i cili ka me heq dorë edhe për atynve. Për këtë arsye ato synojnë me kriju Izraelin e madh atë voglin se ne mojnë. Dhe unë po ju paralajmëroj se në fund këtij viti apo vitin e ardhshëm do të kjo fillojë rezistenca e ummetit, jo rezistenca e grupacioneve. Rezistenca e ummetit do të fillojë nga tokat e Shamit, siç ka paralajmëruar pejgamberi Allahut, dhe samiti natës janë kordisën disa projekte vëllezër të ndershëm që realizon këtë që ka paralajmëruar pejgamberi Allahut, se musliman kanë me bon aleancë me perëndimor për të luftuar mikun e përbashkët, e ndoshta është bon apo është duke u bon apo është duke u përgatitur mu bon, e pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shpërbërja e bizorëve dhe zullumqarëve është e domosdoshme, dhe unë jo kam paralajmëruar se mrena 2 viteve kjo ndodh, mirë po unë e parashoh se do të jetë në fund të këtij viti apo vitin e ardhshëm që do të ketë rezistencë ballafaqim me ehli sunneti dhe sionista që do të triumfojnë ehli sunne
dhe Allahu Azza wa Jall do t'i bëjë zullëmqarët të cilët do të strehojnë tokët e Iranit dhe të Rusisë e nuk do të kenë as strehim në botën e perëndimit, dhe këtë kam thonë nga viti 2008 dhe kush do të jetë armiko i përbashkët, po të thash Leo të ndërshëm, Shami është gjepi që do të lulëzon Islami. Arsia thot pejgamberi Allahu se Allahu Azza wa Jall ka marrë përsipër të harun këtë vend dhe Allahu ka dërguar engjëj që me krahërorët e tyre i mbrojnë këtë tokë. Kjo është toka e pejgamberëve të Allahut që Allahu Azza wa Jall mesazhin e parë ka filluar nga kjo tokë dhe Allahu Azza wa Jall gjithashtu e rikthen dhe përmbill në këtë tokë. Thot pejgamberi Allahu te pash një herë kur ishte në ëndër që Kurani Kerimi në formë të dritës mund nxjerr nga nën jastiku dhe u bën sikur shtill që shkëlqente. Tha e vëzhgova e përcella me si, tha edhe zbriti në tokat e Shamit. Para ta tha fitnet dhe sprovat ku të ndodhin. Vleo të ndërshëm strehimorja është në Sham. A di çfarë do të ndodhe vleo të ndërshëm? Do të ngadhnjejnë banorët e Shamit, do të çlirohet Kursi, do të shpërbëhet Izraili. E pastaj ka thonë pejgamberi Allahu do të bashkohet ummeti dhe Allahu Azza wa Jall do të japë me begatit e tokës, do të paksohen sëmundjet, do të paksohen sëmundjet. Arsia pse paksohen sëmundjet që ka thonë pejgamberi Allahu, për shkak se gjuna Allahut Azza wa Jall nuk i bën si përfaqjen e tokës dhe do të eliminohet, do të thehet dora e manipuluesve, të cilët manipulojnë që nuk na kalon as kokër grunim e as një frit pa ndërhi ato, pa ndërhi ato. Për këtë arsye trupi vëllezër të ndërsh, s'ka mundësi që të ekziston, s'ka mundësi trupi të jetë i shëndosh. Përderisa neve na importohen lloj-lloj ushqimi që neve na observojnë trizën tonë, do të vinë musliman që do t'i eliminojnë këto manipulime, edhe do të paksohen vëllezër të ndërshëm smundjet. Por ata ju e dini shumë mirë në Yemen, ai që e zbuloi ilaçin e kancerit, 8 atentate i zhvilluan ndaj atij për shkak se kushtlëmër e tij me nxjerr ti ilaç, edhe pse nxënësi i tij ma ka treguan cili është ilaçi i kësaj sëmundje, megjithatë ata janë shumë i thjeshtë dhe shumë i rëndomt edhe shumë që është i pakushtueshëm. Po megjithatë ata 8 atentate tentuan që ta eliminojnë për shkak se çka do të bëjnë pastaj banatorët, kush gujnë do t'ja shesin pra tregtia botërore, që thot Allahu Azza wa Jall dhara al-fasadu fil barri wal bahr, ashfallen vëllezër të ndërshëm, a publiku e keqja në çdo vend, a publiku e keqja në sistemin ton, a publiku e keqja në rrugët tona, e keqja apo në trizën ton, a servuan në të trizën ton, e keqja ka ndodhur me trupin ton, na kanë bën zullum gjithashtu në shëndetin ton, na kanë bën padrejtësi në bereqetin ton, na kanë bën padrejtësi gjithashtu vëllezër të ndërshëm në zakonet dhe në urdhrat e tyre. Para Allahu Azza wa Jall, që para se ardhjes së Mediut të Madh dërgon dhe disa halife para atij që i paraprinte me këtë hadith e përfundoi këtë hizbe që transmeton Jabir ibn Samurah, që thot pejgamberi Allahut se Islami do të jetë nga dhënjes përderisa ju udhëheqin ato 12 halife, të gjithë do të jenë nga Kurejshët. Dietar kanë diskutuar kush janë këto, mi po kanë ardhur përfundim dhe unë i takoj këtij mendimin se 5 apo 6 nga ato kanë ardhur, kanë met e mushfaq edhe 6 të tjerë. Kush janë këto 6 që kanë ardhur? Abu Bekr Siddiku, Omeri dhe Uthmani dhe Aliu dhe Hasani, e i 6 atyre Omer ibn Abdul Azizit. E kush janë këto 6 që do të vinë inshallah unë në hitbën e arshëm, do të përpiqet të tregoj për ndodhit të cilët kanë me ndodhur që do të fillojnë nga Shami, nga se epiqendra dhe selia e muslimanëve, e nga dhimi të Islamit dhe Khilafetit do të fillojnë nga Shami. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na ban pjesëmarrës të drejtës dhe të mirës, dhe të ban gjithashtu Allahu pjesëmarrës të luftës së zullumit dhe padrejtësisë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.